Për një fjalim rasti, do të aftoj zyrtarin e kuvendit komunal, përkatësisht drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim, njëri ndër personalitetet cilët ka qëndruar vazhdimisht për krah këtyre banorëve për gjatë tërë këtyre viteve të sakrificës dhe të vuajtjeve në zotrin Begjet Bala. Të nderuar familjarë të rrave, të nderuar të pranishëm, sot para 14 viteve Kosova ishte në flakë, Kosova po driqej, qytetarët e Kosovës po dëgohen nga dhunë nga Kosova, njëkohësisht faktë të tillë patën edhe këta banorë të kësaj lagje ku u vranë dhe masakruan 23 vetë, të cilat dhanë një kontribut të madh për çlirimin e Kosovës, krah për krah me luftën e Shqipërisë dhe falë gjakut të tyre, sot Kosova është e lirë, sot në këtë pjesë të veriut të Kosovës e kemi bërë një shtëpi muze ku me mundësitë komunale kemi investuar dhe do të investojmë prapë në gjitha vendet ku ka ndodhur të ngjarje, ne do të jemi aty dhe do të bëjmë investime aq sa kemi mundësi. Lavdi gjithë dëshmorët e kombit, lavdi gjithë të vrarë në gjatë luftës së Shqipërisë. Duke marrë parasysh që një kontribut veçantë për ndërtimin e kësaj shtëpie muze ka dhënë edhe është duke jep një kontribut veçantë edhe njëri prej aktivistëve të lagjës sonë, do thotë Fevzi Beqiri, atëherë mendojmë se ai mund të jap një histori ose një biografi të shkurtër të asaj rrugë të cilën e kishte rrugtuar së bashku me shumë aktivistë për ta shndruar këtë shtëpi muze në ditët kur veriu i Kosovës po zbrapsej nga shqiptarët si pasojë një politike të spastrimit etnik që kishin organizuar qafqet e caktuara anti-shqiptare në krye me nevojë Shaqeviqe dhe duke u zbatuar nga partia e Vojislav Kushtovicës, duke blerë prona dhe shtëpia të shumta shqiptare me qëllim kolonizimit, për fat sakrificës, vullnetit dhe gatishmërisë të nga aktivistëve, kishim arritur që të mbijetojmë ne dhe ky muze i cili gjendet sot. Andaj ftoj Fevzi Beqirin sa merr fjalën. Ju përshëndetit të gjithëve, familjet të dëshmorëve, invalid të luftës dhe ju të mbarë qytetit Mitrovicës ju veri. Mirë se keni ardhur në këtë pjesë të okupuar nga policia dhe terrorizmi sërb, e cila gjendet sot e 14 vite që gjendën këtu në këtë pjesë. Por një historik më shkurtër lidhet me muzeun në vitin 2008, këtu erdhi Këshilli Komunal me Bajram Rexhepin por me paralajmëru për shpalljen e pavarësisë Kosovës, aty u hap biseda dhe ku marrë iniciativë që Bajram Rexhepi të drejtohen, thash shtëpia e Mustafa Saitit që është në shitje, do të parandalojmë me çdo kusht. Por përgjigjja e tij nuk ka qenë shumë meritore, ajo në tjetër e kaluar, por unë shkova te Mustafa Saiti dhe morëm vendim që kjo shtëpi të pezullohet nga shitja për arsye se në këtë shtëpi sot e 14 vjet banda çetnike fashiste të Serbisë për shkaktuar 19 këto që i kemë brapa. Edhe 20 në përgjithësi në vazhdimsi krejt kanë ndodhur 23 të përshkatuar, por fashizmi serb nuk ka të ndorë këtë terror në këtë pjesë të vllajut tonë. Ne kishim ftuar qeverinë tonë dhe institucionet komunale dhe qendrore që të bëjnë shumë më shumë për këtë pjesë, për sa derisa këtu qëndrojnë popullata shqiptare. Përndryshe, nëse kështu neglizhohet, që po neglizhohet deri në sot, ne nuk mundem të qenë të kënaqur. Këtu përpara kanë qenë 80% shqiptarë të banuar, me ndihmën e Francës, me forin francez, dhe me ndihmën e aleatëve të Serbisë, kjo u zbraz dhe janë përzarë në terror dhe dhunë. Ne nuk do pranojmë të bëhet një komunë mjetnike për derisa nuk kthehen të gjithë banorët e shqiptarëve ku kanë qenë për pronët e tyre. Ne ja shohim shumë më të madhe Evropës, si ka mundësi të bëhet trosni në qeverinë e Kosovës, kur ajo
i ka plëcu të gjitha drejtën, por bjetëresën e të gjithë banorëve, të më shikë të osët. Ne kërkojmë nga qeveria e Kosovës dhe Bastia ndërkombëtare që kriminalët që vënën këtë terror me 15.000 punë, natë të dalin brenda drejtësisë. Ata gjenden mesin e kësaj populate këtu. Ata gravitojnë të vjetshëm këtu. Pse mos t'jene të para drejtësisë? Ne kërkojmë prapë nga qeveria e Kosovës që kësaj populate të dojnë ndihmë në gjitha format. Nuk është që nuk ka kodit deri sot, por nuk është e mjaftueshme. Ne kërkojmë që sa më shumë deri në jetë që populata të kthehet në popullat e veta, në popullat e veta, edhe të merr dignitetin e vet verinë e Kosovës. Por Serbia mundohet të kolonizojë këtë pjesë, këtu paguën vetë 200 milion. Qeveria jonë do të ketë mjete shumë më shumë për me izvrap këto banda kriminale. Ne nuk pranojmë kurfar dialogu nëse banda çetnike serbe nuk largohen prej territorit të Kosovës. Këto banesa që ishin këto afër, ndërtimet lafër, këto janë drejt qeverisë Serbisë që e ka kupruar një pjesë të territorit tonë, fatkeqësisht mendimin e ndërkombëtar këtu bota se kur s'pondohet këtu. Ne kërkojmë që qeveria e Kosovës me kushtetutë dhe me ligjet e veta t'i bën një aneks që këto ndërtesa këtu t'i kthen në pronë shqiptarëve dhe në pronë të Republikës Kosovë. Për ndryshe këtu bo kolonizim i të mërshëm. Kërkojmë nga qeveria e Kosovës që edhe xhamin e Ibrit të ndërtej sa më parë, për shkak se këtu në këtë lagje kena pjesa dërmuese janë musliman, shqiptar, bosnjak, kena turq, ajo pjesë nëse ndërtohet ajo xhami, unë jam i bindur që do të jetë integrimi sa më i afërt dhe sa më i shpejt i mbarë qytetin. Unë ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen, falenderoj për të gjithë dëshmorët e kombit, lavdi të gjithë dëshmorëve prej Adem Jasharit e deri në ditën e sotit. Falenderoj. Të nderuar praneshëm, duke marrë parasysh që në mesin tonë gjendet edhe deputeti i PDK-s, zotri Bekim Haxhiu, për hir të nderit që ka bërë për neve banorët pjesës veriore dhe nderimin që është duke bërë tyre martërëve të kombit, e ftojmë që ta merr një fjalë rastit për atë praneshme. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuara familje të martërëve, organizat dhe trave të Shtrisë Territoriale të Kosovës, të nderuar praneshëm, në veçanti të nderuar familjarë të martërëve, të vrarë me 15 prill 2019. Kam nderin dhe privilegjin që në emër të grupit parlamentar Partisë Demokratike t'ju përshëndes, shpreh respektin dhe veçantë për gjithë të rëndet, por dhe për familjarët e martërëve të ekzekutuar nga forcat serbe në vitin 1999. Ky muze i vogël këtu është një masakër, dëshmia një masakër të madhe të forcave serbe të kryer në vitin 1999, por është simbolika e tërë atij muzeu të vitit 1999 të tërë Kosovës, ku makineria serbe kishte shfryrë popullatën e papajshme shqiptare. Dhe respekti sot ndaj të rëndëve është respekt dhe kujtim për ta, dhe është një hap të cilin duhet ta bëjmë duke menduar në tarmën tonë, në ndërtimin e shtetit tonë. Ndijm veten të privilegjuar duke qenë sot në mesin tuaj për të dëshmuar se ne jemi sot edhe me ju, edhe me banorët të pjesës veriore, edhe të lagjes së bosnjakëve, dhe të gjithë pjesës veriore. Kemi qenë me ju gjatë gjithë kohës dhe do jemi me ju edhe tani. Institucionet e Kosovës dhe qeveria e Kosovës është duke bërë maksimumin e saj në rindërtimin e shtëpive këtë pjesë dhe krijimin e kurseve sa më të mira për gjithë banorët e pjesës veriore. Dhe jemi plotësisht bindur që edhe momenti i fundit është që edhe institucionet paralele të Serbisë dhe kriminalet të cilën ndodhen në këtë pjesë do e kanë minutat e fundit në këtë pjesë dhe përfundimi i tyre do të jetë largimi nga kjo pjesë dhe kthimi i të gjithë atyreve shqiptarëve të cilët kanë vullnetin, dëshirën që të jetojnë të lirë në trojët e veta. Dhe do lozim lëshëm
dhe këtë kemi besimin e plot se gjitha ata udhëhes tonë të cilët përveç në luftën shërimtare, po do të na udhëheqin edhe në këto bisedime dhe në këtë përfundim edhe njëherë respekt veçantë për familjet e martirëve, për gjithë foramet e luftës për fesë shërimtare, lavdi. Pjesës veriore që ne sot jemi këtu dhe ne mund të kemi një simbol ku dëshmohet dhuna dhe gjenocidi i shtetit Serbisë që ka bërë mbi këtë popullat pafajshme pikërisht me 15 prill, kur shënohet edhe egzodi masiv i shpërnguljes shqiptarëve nga veriu i Mitrovicës dhe nga gjithë Kosova në drejtim Shqipërisë. Këtë kontribut e ka dhënë padyshimit më të vogël i nderuari i cili në mesin e këtyre të vrarëve ka dhënë më shumë se 3 antarë familjes, po mbi gjitha edhe pasurinë e tij e ka shndruar në një simbol, në një rezistencë, në një gjest i cili çdo herë do të na bashkojë dhe çdo herë do të na motivojë dhe do të jetë një shembull se si duhet sakrifikuar me jetë dhe pasuri për atë dheun e sidomos për territorin i cili gjeografikisht gjendet në cepin verior. Ky është pra i nderuari Vaca Mustafa, të cilin e ftoj t'i përshëndet pranishmit. Unë s'kisha me thonë tjetër të gjithëve ju përshëndes që këni gjithë ko, se thamë ta shumë tretë ka potën, që këni gjithë ko me orë, ju falenderoj dhe ju dëshiroj çdo të mirë. Faleminderit. Të nderuar pranishëm që të gjithë ju përfaqësues të lagjeve veriore, përfaqësues familjen e dëshmorëve, martërëve të kombit, të nderuar familjar, bashkëdhetar, edhe nga Kosova dhe nga jashtë, faleminderit për praninë e juve në këtë muze, në këtë vend, në të cilin sistem edhe më parë është bërë një dhunë dhe një masakër e pa parë në Mitrovicë, pas që kjo masakër është bërë në qytet, në mesin e shumë qytetarëve, në mesin e njerëzve të cilët gjithnjë kanë punuar për liri, po punojnë tash 14 vite për mbijetesë, e padyshim që këtë rrugë dhe këtë rrugtim do ta vazhdojnë me motivim të shtuar. Faleminderit që gjithëve dhau Zoti që 15 vjetorin ta presëm me institucionet e Republikës Kosovës në veriun e saj, me kufet kontrolluar, me struktura paralele inexistente dhe njëkohësisht me një paqe dhe një harmoni, duke marrë parasysh se kombi jonë, kombi shqiptar asnjëherë nuk ka planifikuar dhe nuk ka ushtruar dhunë me qëllim të uzurpojë territoret dhe tokat huaja, po gjithnjë duke jetuar në paqe, në harmoni me gjitha fetë, me gjitha ngjyrat dhe me gjitha kombet. Lavdi dëshmorëve të kombit, faleminderit për nderimin që ja bët sot në këtë cep gjeografik të veriut Kosovës, ku padyshim ishte, është dhe do të mbetet Kosovë. Nderime, lavdi. Lavdi.
Dezmare de ei. Se va Grazie.